Përshëndetje nxënës. Unë jam Shëmsia Ajdari, mësuese e klasës 5, pranë shkollës fillore 7 Marsi, fshati Qëllëpek, komuna e Bërbenicës, Betofë. Sot, në lëndën arsimi figurativ, në temë modelimi, kemi njësinë mësimore skulptura. Nxënësi do të njihet me skulpturën dhe llojet e saj. Çfarë është skulptura? Skulptura është ndekja e artit pamor, e cila zë pjesë të hapësirës, pra është vepër tridimensionale. Procesi skulptural përdor fillimisht gdhendjen e materialeve dhe modelimin e tyre, si për shembull, balt, guri, metalet, keramika, druri dhe materialet të tjera që i posedojmë në rrethin tonë më të afërt. Pra ja kemi një formë skulpture. Sipas materialit se prej se është formuar skulptura, kemi të paraqitur disa shembuj të skulpturave. Skulptur nga gipsi. Ja një shembull. Ja dhe një shembull tjetër. Ja dhe një shembull tjetër. Pra kemi Nën Terezën, një flutur dhe një mbjellë. Sipas materialit se prej se është formuar, përsëri, kemi edhe skulptur prej bronzi. Ja një formë të njeriu prej bronzi, një formë kafshë, ja edhe një kalorës. Pra forma tjetër në vijim është skulptur nga guri. Ja kemi skulptur nga guri të Skënderbeut, ja një formë tjetër të skulpturës nga guri, edhe formë tjetër të skulpturës nga guri. Por kemi edhe skulptur prej letre. Një lojë prej letre, një shtëpi prej letre, prej kartonit, një instrument, një kuti prej letre, lepuj, fustana, kukullash që më shumë i duan vajzat, dhe kuti për të mbajtur sende. Gjithashtu kemi edhe skulptur prej sapuni, atë materialit që i kemi në rrethin tonë më të afërt. Disa shembuj. Ja një skulptur të gdhendur, sapun, një formë tjetër të gdhendur, një formë tjetër të gdhendur, një orë prej sapunit të gdhendur, pra një formë tjetër, një flutur, zarët të gdhendur prej sapunit dhe një kafshë luani. Pra nxënës, nëse u njoftëm sot, pra sot u njoftëm me skulpturën dhe materialet prej se janë të ndërtuar. Edhe atë kishim skulptur nga gipsi, nga guri, nga bronzi, prej letre, edhe prej sapuni. Për detyrë shtëpie, punoni nga një lloj skulptore. Do të punoni një skulptur prej letre, do të punoni edhe një skulptur prej sapuni. Pra, jemi në kushte shtëpie dhe sendet që i kemi në rrethin afërt do t'i shfrytëzojmë për të bërë skulptura. Kaq kishim për sot, ju përshëndes, ditën e mirë.